Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari inspektoi punimet e fundit që u bën në xhaminë e Plumbit në prag të përurimit të saj. Së bashku me stafin e zyrës së vakëfit dhe administratorit, muftiu ndoqi nga afër punimet e fazës së fundit në xhaminë e Plumbit në prag të dorëzimit të saj. Në shoqëri të përgjegjësit të ndërtimit, zotit Ismet Kadioglu, muftiu falenderoi kontributin e madh të qeverisë turke dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan për këtë dhuratë të çmuar për myslimanët shqiptar dhe muftin Shkodër në veçanti. Muftiu Sytari theksoi se projekti madhor i xhamisë së Plumbit i tejkalon kufijtë e Shkodrës dhe të Shqipërisë. Ai tashmë është pjesë e hartës së begatë të objekteve islamike të trashëgimisë shekullore në rrafsh botëror. Kujtojmë se xhamia e Plumbit u ndërtua në vitin 1773 nga Mehmet Pash Bushati dhe ka një simbolik të veçantë për myslimanët shqiptar. Një gëzim shumë i madh që sot t'ju drejtohem me këtë mesazh nga hapësirat e vakëfit të xhamisë së Plumbit, që për hir të vërtetës është kthyer në një kantier zhvillimi, ndoshta më i rëndësishëm edhe më i bukur i shekullit, jo vetëm për Shkodrën, po për mbar Shqipërinë, për simbolikën që ka xhamia e Plumbit, për rëndësinë e madhe që ka kjo xhami për çdo shqiptar, për çdo musliman, i cili e kujton shumë mirë datën 16 nënor 1990. Tashmë jemi në vitin e 35 të këtij përvjetori me shumë rëndësi dhe me shumë vlerë për krejt komunitetin musliman. Imagjinoni për pak 35 vite më përpara. Këtu ishte një vend thujse i shkret, ku nuk kishte hapësinë për të qëndruar ata 10 mijëra besimtarë e qytetarë shkodran që vinin nga çdo cep për të dëshmuar atë rimkamje të madhe. Edhe atë lajm të gëzueshëm që e përhapte në mesin e krejt njerëzve Hafiz Sabri Koçi rahmet past, me zanin e tij që i dridhej e emocionet që e kishin përpi të gjithin. Hafiz Sabri Koçi, i cili kishte dalë nga burgjet e komunizmit edhe dëshmonte me të madhe se drita e Zotit përhapej dhe drita e Zotit e ky islam do të jetë për herë i gjallë në zemrat e njerëzve. As dhuna terroriste komuniste, as propaganda ateiste nuk e xhbani dot besimin nga zemrat e njerëzve. Ata ishin të gjithë së bashku aty për të dëshmuar atë thirrje të madhe e cila dëshmohet ndërshekuj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se drita e tij dhe udhëzimi i tij do të jetë i përhershëm në këtë tokë.